marrin edhe zëmërat, ngjyresat të forta të emocioneve të epërme, të cilat karakterizojnë një burr. Por meqense jemi në këtë moment, Rapush, juve më keni thënë më parë që në këto momente është kënduar me zëra, por ama duke u futur dhe orkestra midis tyre, ato pasurohen, marrin një tjetër formë, sepse orkestra i dha edhe më shumë gjalluri. Pasuria e instrumentave muzikore bëri që të risillte një tjetër atmosferë.
A kemi një këngë, me që se kemi gratë tu, janë dakord gratë të këndojnë një tjetër, por një këngë që tjetë e harmonizuar midis orkestrës dhe të kënduarit grave? Në Myzëqe ka pas edhe këngë e kënduara, po duke shoqëruar edhe me orkestrë. Më thoni një titull këngë, a kemi në një këngë tjetër që mund ta këndojmë? Ka këngë për shembull Çam ke lis qep shamis. Këndohet, vallëzohet me 2 gratë apo iso, ose më pas i marron kënga e gravet, fillon orkestra dhe kërcejnë gratë. Po e majë dhe 2 që pa orkestrë, po edhe me orkestrë e majnë. Këngët e gravet janë të ndryshme, ka këngë me valle e kënduar pa orkestrë, po ka dhe këngë e kënduar grasht me orkestrë. Me kalimin e kohës që filluan orkestrat me të ardhur, dhe gratë gërxejnë duke kënduar, marron kënga, fillon orkestra, gërxejnë këto. Fillojnë to këngën prapë. Pra, ndoshta është ajo sistemi i vjetër i këngës, siç ka qenë kënga e hershme, kënga e vjetër, por tashmë vetëm është pasuruar përmes orkestrës. E vjetra ka qenë pa orkestra në atë kohë. E qartë, por kjo ka marrë një ndryshim sepse është kalimin e kohës me të ardhur orkestrat, që u futën orkestrat, fillon gratë këndojnë, por nuk gërxejnë. Mbaron dhe këngën, strofën e parë, fillon orkestra. Gërxejnë këto. Me pushime. Po, me pushime. Fillojnë gratë, e mbaron këngën, fillon orkestra. Mbaron orkestra, fillojnë gratë çu. Kombinojnë atë. A mund të më thoni një këngë tjetër që është kështu këngë grashe, kënduar dhe e kërcyer, e pasuruar me instrumentat muzikore? Po. Është kënga Na mali zbritën në fush, Sylarushe ja. Është këngë dashurie. Ka dhe dashuri dhe porosisin çupën. A porositin shoqëria apo e porosit nëna çupën? Dhe prindrit dhe shoqëria i thotë që mos hajte fshati jon se ka bie me të rëmbejnë. A, e porositin që mos e janë në fshat sepse ti e vajzë e bukur dhe të rëmbejnë të marrin, ë? Ky është mesazhi i këngës. Prin këngë tjetër, e ka titullin Vajti plaka me të mbledh lakra. Kjo është më e hershme, është më e vjetër? Shumë e hershme. Po, është në një këngë shtëpie, në një këngë nuseje, në këngë dashurie. Kjo është këngë humoristike. Porosit vjera nuse, se shkon plaka për plaka dhe porosit i thotë kujdes se mi derë, se me zi kam leth, gjunjas e kërbunjas. A, gjunjas dhe kërbunja, se ishte plakë e moshuar dhe ishte vështirësi dhe thoshte i kam ledhur gjunjas e kërbunja. Porosiste nusën sepse nusja ishte e pakujdesme apo i bënte qëllimisht? Nuse e re hidhesh. A, ishte nuse e re, pra ishte nuse me uqe. Është edhe një këngë e cila në një formë ose në tjetër tregon ato marrëdhëniet familjare, ëh? Vjera me nusën. Vjera me nusën ku të dyja ngacmojnë njëra tjetrën. Po, cilat janë fjalët e këngës? Mi thuaj pak. A vash nuse se mi derë se me zi i kam leth, gjunjas e kërbunjas. Vajti plakat më ledhi lakra, gjunjas e kërbunja. Doli nusja për të jamar, hedra se për dredhas. E i thot plaka a vash nuse se mi derë, gjunjas e kërbunjas, se me zi i kam leth. Pastaj vajti plakat, mjeli lopët, gjunjas e kërbunjas. Doli nusja për ta marrë, hedra se për dredhas. Po, a vash nuse se mi derë, gjunjas e kërbunjas, se me zi i ka mjel, gjunjas e kërbunjas. Pra kjo është një këngë cila këndohej në përdasme dikur edhe ishte pak edhe me sens humoristik, apo jo? Kishte një çik atë ngacmimin e humorit, atë tematikën e provokimit midis të dy personas familjar. Këto këndoheshin diku në përdasma? Po, këndoheshin shumë. Këndoshin nga plakat, nga nuset e reja. Edhe në momentin kur vinte nusja, mos ndoshta ja bënin parantezë, ja bënin asaj si patjetër si porosi që kishte kujdes. Mos bjerë në këtë nivel nuse, ë? Po, tamam. E bëjmë këtu siç jemi? Po e bëjmë. Po mirë, le ta dëgjojmë pastaj, meqense ka edhe pak sens humoristik, ka edhe një çik atë ngacmimin e situatave të dasmës, ë? Humoristike, tamam. Është humoristike, ë? Po këto këndoheshin notën e grave dhe juve burrat nga krahu tjetër. Bëshit ziliqar për këngët e humorit, a kishit dhe juve këngë humoristike në këto ceremonitë e dasmës, në këto festat e dasmës, ashtu siç bënin gratë që këndonin këngë humori. Juve kishit këngë humoristike? Më jepni një shembull në një këngë që ka një çik të ngacmimin humoristik.
Ajo këngë humoristike i thoshte Ndrikulla, ishte ai që kishte qenë kumarja. I thoshte me ka vdekur burri re kumturo, i thoshte kumarja. Ja të marune, thash, moj, po të marune, moj, Ndrikullo. Ajo thoshte, kur do të me marash tre kumturo, ja të premte moj, të premte thashte, po të premte të marë kuran, moj, Ndrikullo. Ja në dit që nuk haj, tre kumturo, e me vasule, pas zjerë ka kale fare, po me vasule, maj, Ndrikullo. Këto ishin këngë që bëshin bashkë në ritual dasme, dasmonin njeri tjetrin. Ishe goditur dhe me kunja këto. Edhe që, po kam ca familja shumore kumturo, e nuk ka kale, e i rizi bashkën e bëhem për punë, po na bëhem për punë, maj, Ndrikullo. Ishte turë po kundër edhe. Turpe ti maruna, moj, Ndrikullo. A mund ta luajmë këtë këngë këtu, në qoftë se dhe gratë e din. Edhe qëllimi ishte këtu, kësaj këngë. Se ai të gjitha këto variantet i pranoi, vetë nuk pranonte borxhin. Se a thoshte, kanë ca borxhe shumore kumturo. O po që thua, iktu të se së dua ma miri pa grua, po ma miri pa grua, moj, Ndrikulla. Pra, ishin, në një situatë krijoj pak humor, O vajti plaka moj t'levi, në lakra gjunja se kërgjonja. O vajti plaka moj t'levi, në lakra gjunja se kërgjonja. O solinu siamo i parti amare. Pra, të nderuar miq, ishte një moment paksa i veçantë ai i këngës së grave, sepse ashtu siç e cituam paraprakisht, momentet festive kanë ngjyresa të ndryshme, por pak nga pak duke jetuar në zonën e Myzëqes dhe duke e parë nga afër këtë aktivitet kulturor, sigurisht që të jesh me një grup myzëqar, të jesh me një grup valltarësh dhe këngëtarësh, të cilët kanë një përvojë të gjatë në fushën e këngës dhe të valles, kanë gjithashtu dhe një përvojë të gjatë me pjesëmarrjen e tyre në disa festivale kombëtare, si edhe në festivalin e famshëm folklorik të Gjirokastrës të vitit 1978. Ashtu siç e cituan pak më parë dhe pjesëmarrësit e mi, një dëshirë e jashtëzakonshme ekziston për vallën ndyshe. Ne në skenën e televizionit Apollon kemi provuar her pas here që ta sjellim këtë vlerë dhe këtë valle e cila mbetet ndër më të vyerat e Myzëqes për të gjithë karakterin e saj, për të gjithë vlerat e saj muzikore dhe vlerat e saj në koreografi. Sot do të provojmë me dy valltarët tanë, sepse sigurisht në një dasëm apo në një aktivitet festiv
tradicionalisht në Myzeqe do të kërcehej ajo që ishte vallja dyshe myzeqare. Rapush, kë kemi që e kërcen vallën dyshe myzeqare? Po, unë kam shokun tim këtu, Solli Prengje, ai ka vazhduar dyshen. Jo vetëm ata, po edhe vallet e grupet që bënden në kohën e kooperativës, edhe ka qenë dhe koreografi i kooperativës. Koreografi i kooperativës që i bëri kursin 9 muaj atje. Edhe unë gjithmonë, sa herë mirë dhe vallet e djemën të imëson dhe atue, edhe ishan pas ti unë në për vallet. Edhe dyshen që e shëqërojmë bashkë. Prej sa vjetësh e kërcen këtë valle? Po, qysh nga 70-80 kanë filluar me dyshen me Sollin. Pra, po thuaj se u mbushën 35 vjetë kusur që juve jeni marrë me vallën dyshe. Po. Por si e mësuat këtë valle? E mësuat diku nga dikush atje në zonën tuaj, apo u punua nga në një koreograf? Atëre si që ishin ato grupet e kooperativës, apo ato grupet e caktuara artistike të kohës? Jo, kërcënjë plejt. Plejt të më para, kërcënjë valle dyshen e përdasmat. Edhe në bas atyre, që u gjënë vejl, e mësuat? Mësuam dhe ne. Që në kohë, që u bërë kooperativa, pa bërë kooperativa akoma, i gjënë vejl, ne? Pra, juve kërceni vallën dyshe originale, atë që është kënduar dhe kërcyer dikur. E zonës Myzeqes. Ka shumë lloj vallë dyshe. Çdo zonë e ka ndryshim vallë dyshe. Myzeqe ka ndryshe, Dumreja ka ndryshe, zonë tjetër ka ndryshe, kanë lëvizje të ndryshe. Po përse kjo ku e ka ndryshimin me që se thua ndryshe? Ka ndryshimin se si bëjmë thyret Myzeqeja, ne i kemi avash thyret si bas zakonit ton, ata kanë me shpejt. E ka me të heo për pjetë, në zonë tjetër e Malësis, ku e di unë këshu gjithë, nuk ishtë një loj në tërë vendin. Myzeqeja ka ndryshe, Dumreja ka ndryshe, ata tjetër ka ndryshe, Labe, janë ka shumë, mbas çdo zonë ka vallën e saj, tradicionale. Po, Shtruar. Jo me lëvizje të truara. pra ju kështu e keni mësuar dhe kështu vazhdoni ta kërceni, ha? Plejt, e kërceni kështu si që kërcem ne. Ne mbas tyre e kemi mësuar. Pastaj në kooperativë, e bëjmë me tre breza, e bëjmë të fëmijë të vegjël, më të rinj, plejt. E kombinoni të kombinojmë tre breza. Vi një festival Gjirokasë, me tre breza vallë dyshe, e qonë Myzeqeja, ne të lushe kemi qorë. 2-3 herë kështu. Me 2-3 çifte vallëtare. 2-3 çifte. Një palë fëmijë si ai vegjël, një palë të rinj nga 18 vjeç dhe pleq. Tre breza kemi kërcyer. Mirë, atëre, me që se juve po thoni që e keni mësuar që herët nga më të vjetrit. Atëre, le ta shohim këtu në skenën e televizionit apo va.
Pas vallës dyshe, kjo valle tradicionale, kjo valle e cila mbart mirëfilli vlerat e myzeqes, vlerat e koreografisë myzeqare, duke e lidhur myzeqarin me tokën, duke e lidhur atë me ajrin, duke e lidhur me të gjitha gëzimet dhe hidhërimet e jetës. Do doja të citoja një tjetër moment shumë të rëndësishëm. Nga rituali i dasmës, meqense pothuajse gjithë këngët ose gjithë folklori muzikor bënte atë paradën e vet në një ceremoni, duke qenë që ajo ishte edhe më e gjata e mundshme për të treguar ndoshta vlerat mirëfilli edhe këngëtarë të cilët nuk ishin aprovuar apo akoma nuk ishin afirmuar në fushën e tyre. Dikur në zonën e Myzeqes është kënduar dhe këndohet në mënyrë të veçantë për një këngë e cila është karakteristike dhe shumë e veçantë për mesazhin që ajo mbart. Këngën Me cil ma pate manxaran. Si e keni mësuar ju këtë këngë dhe çfarë mesazhi të veçantë mbart kjo për ju? Kjo këngë është zgjedhur kur bashën me folklorët edhe bridheshin përgjesat me shefa muzike, me brishin çdo fshat. Edhe kërkoj melodit e vjetra. Për t'i nxjerrë nga arkivi. Për t'i nxjerrë, për të kërkuar, për të gërmuar këto lloj melodish. Edhe gjetën këtë motiv, këtë melodi, që përkiste në hasmerie, trimërie, ku qa kiste aty, edhe e ben. Mi po, ku erdi puna e Ministrisë Zurisë që erdi në për këto rrethet, i panë të gjithë rrethet, edhe e lanë kisit të këngë, si që dion ata, edhe neve me kisin e kemi inqizuar në 80-83 me kisin. Të lloj këngë. E keni kënduar juve? Në Gjirokastër, kur kemi qenë festival Gjirokastër. Por kjo është një këngë e vjetër me sa di unë. Po, këngë e vjetër jo. Këngë e vjetër e kënduar nga Pleq. 20 vjet. Po, ka këngë. E këndoni në Pleq, të? Po, ka qenë dhe më para festivalit jo këngë. Po, në qoftë se do të bëja një pyetje paksa edhe me atë gjuhën e përditshme, ja keni marrë tabiatin Pleqve kur e këndoni këtë këngë? Neve jemi munduar me kicin ashtu si që e kërkonte ideja e këngës edhe melodin. Kjo lloj melodin. Por keni dhënë dhe pak nga vetja juaj apo? Jo, nuk kemi shtuar dot, nuk le të shtosh kjo këngë. Nuk le, bërtasë shkot me shuja nuk është do dialektin e saj dhe kjo nuk rrëshqet dot në jo. I fute pse këngës. Është këngë qibare që nuk të lë të shtosh, nuk të lë të. Nuk do ta rrugullosh, nuk e rregullon dot ti. Nëse do ta lustrosh atë shuja nuk ka kjo e fute mbraz dhe Kemi shkutuar ajo. Është me 6 strofa apo jo? 6 strofa. Fushën e strumit, rrifin i shanë, mësone të shurin prej atë Alusha Ganë. I hodin sa. Futën në fushën e strumit, bravo Alusha Ganë. Po, ama e ke humbur atë fragmentin e nishanit? E lamat e të shkutë. Unë do të doja sot në skenën e televizionit Apollon ti bëni të gjitha strofat ashtu siç janë, siç është origjinali, pa u shkurtuar, pa hequr asnjë strofë. Mundemi ta bëjmë? Deri që ashtu se kam bërë atë, se me këtë strofa, me 4 strofa kemi lënë. Po një strofë keni shkurtuar ju? Shkum një strofa kemi shkurtuar. Kur kam qenë në studio me një grup myzeqar, me grupin myzeqar të Semanit, ata pothuajse ma rrëfyen të gjithë ngjarjen dhe mua më bëri përshtypje edhe mënyra e të kënduarit, sepse njëkohësisht përveç se ka edhe atë emocionin e vajit, që është karakteristike e thirrura myzeqare dhe pak edhe vaj, me tinguj të zgjatur, më bënte përshtypje sepse ka edhe momente të cilat ka hovin, ka edhe ato hovin e hakmarrjes, ato hovin e inatit dhe të zëmëratës, për fyerjen që ai ka pasur. Me cil ma pate manxaran e pata me Alusha Ganë, Po, ajo është e vërtet. Mirë, atëherë kam dëshirë ta ndjekim këtu në skenën e televizionit Apollon. Skena për juve.
Veç këngëve të ndodhura, ngjarjeve dramatike dhe problemeve të shumta të jetës shoqërore, një nga problemet më të mëdha ka qenë dhe tema e kurbetit. Sigurisht që unë do doja ta citoja paksa si është jetuar tek muzikari tema e kurbetit. Ky është një problem pak a shumë i kudo ndodhur, sepse ne e shohim që kurbeti është edhe sot e kësaj dite është një temë që ne na lëndon të gjithëve. Pothuajse edhe sot të gjithë kemi fëmijë, motra dhe vëllezër që i kemi jashtë kufive të atdheut. Por si vjen kjo në trashëgiminë kulturore të këngës muzikare dhe përkatësisht në këngën tuaj, në grupin tuaj? Po, kjo këngë është kurbeti flet për një vajzë që i thot djalit, djalin nga e nisur të shkosh ti. Djali i thot, unë jam nisur në kurbet li. Ajo i thot, a më merë të vi me ty. Djali i thot, për para është një det i zi, ka më frikë se mbytesh ti. Ajo thot, bene modën të hynë në gji. Pra është një kosisht edhe një këngëvaj, përveç se është një... E ka një strofë tjetër, pastaj, që thot, ka më frikë, thot, se modën e ka fshojnë. A thot, s'jam helëm, po jam sheqer e mjalë të emërsojnë. Kjo këngë Kjo kënga e kurbetit që këndoni juve, Rapush, është e mësuar apo është e krijuar tash tjere? Është kënduar nga disa plequ që i që më të ri nga plejta ta e këndojnë, po e kam gjurë shpejt. Pas 50 mund të Po, e kam gjurë që më shpejt. Këshuja, këto këngë të e ka pasur këngë të ndryshme, këngë e Kristaqit, që nuk i bëjmë do të ka pas këngë kurbeti ka pasur. Mirë, të nderuar miq, duke qenë që tema e kurbetit është një temë apo është një plag ende e hapur. Besoj se për të gjithë ju, për të gjithë ne që kemi motra dhe vëllezër të larguar, për të gjithë ju që keni fëmijët, besoj se do të ishte emocionuese ta njohim dhe të ndjejmë emocionet e kësaj këngë. Nuk do doja të zgjatësha më shumë për vetë faktin sepse kënga është arkiva e gjallë, kënga është memorie kolektive dhe si e tillë ajo mbart brenda të gjithë problematikën shoqërore, mbart brenda çdo pjesës të shpirtit njeriut, mbart brenda çdo mall, çdo lot, çdo breng që ka pasur jeta jonë, që kemi pasur të gjithë ne, gjyshërit tanë, stërgjyshërit tanë, të ardhur ndërbresa. Por ndoshta besoj se nuk ka më bukur se sa të dim të ruajmë atë çka është e vyer nga e shkuara për ta përcjellë atë bukur në të ardhmen. Sot jemi me grupin e Gores dhe siç kemi prezantuar, kemi bërë vallën dyshe muzikare, një vallë karakteristike e zonës së muzikës, një nga perlat e folklorit shqiptar. Kemi bërë gjithashtu edhe atë këngën e brengës dhe atë këngën e hakmarrjes me Cilma Pate Manzaran dhe sigurisht to janë emocione paksa të rënda për ne, por janë pjesë e jetës tonë të përditshme. Le të ndjekim këngën e kurbetit. Oye, Nico,
Përveç tematikës së gjerë të jetës shoqërore, përveç problematikës që ajo mbartë, ne u përpoqëm të udhëtonim në këto pak minuta të mundshme të emisionit Art Folk në të gjitha atë arkiv, në atë memorie të gjallë që ka ruajtur muzika dhe sigurisht muzika edhe pse perfeksionohet, pse pasurohet, pse ndryshon apo merr trajta dhe forma të reja, sigurisht që ajo e ruan identitetin dhe origjinën e saj. Ne e shohim përmes këngës myzeqare, e cila është e gërshetuar në disa vende me zërat polifonik, por edhe me orkestracionin. Gjithashtu e shohim edhe për nga tematikat, të cilat edhe sot e kësaj dite ruajnë akoma ato ngjyresat e viteve të shkuara, ngjyresat e ngjarjeve dhe dramave, gëzimeve dhe lumturisë së një familje apo të familjes shqiptare në përgjithësi, duke i ruajtur ato mirëfilli dhe të paprekura. Shikues nderuar, u përpoqëm të përcjellim tek ju përmes grupit të këngës myzeqare të zonës së Gores, Fier Semanit dhe Krutjes, të gjithë atë arkiv të pasur që ata kanë përmes disa elementesh dhe disa ritmesh të ndryshme muzikore, për të qenë kështu edhe më pranjosh me shijet tuaja dhe me ndjesitë tuaja muzikore. Falenderoj të gjithë grupin muzikor, të gjithë grupin folklorik, me respekt dhe vlerësim të madh për punën tuaj, për aktivitetin tuaj dhe për të gjithë të pasuri folklorike të cilën me dashuri dhe përkushtim ju e keni ruajtur dhe po e çoni një hap më tej. Ju falenderit dhe gjithë mirat. Shikues nderuar, mirupjekshim në emisionet e tjera. Mirupafshim.